32 vjet në gjyqe për një coptok në Pogradec. Vajza e Lazush Poradecit shpërthen publikisht në një status të fortë në rrjetet sociale. Marie Poradeci, vajza e poetit të shquar Lazush Poradecit, ka ngritur alarmin për një betejë të gjatë dhe të pambarimt me shtetin shqiptar dhe drejtësinë për një pronë familjare në qytetin e Poradecit. Në qytetin e Pogradecit bëhet fjala për një truall modest pranë lokalit 1 maj, vetëm 3 metra larg tij, një coptok e kthyer në lulishte dhe pistë vallëzimi që sipas saj i përket familjes që nga periudha e mbretërisë së Zogut me dokumentacion të rregullt. Me tonë tash, prandaj institucioneve shtetërore dhe gjyqësorit, Marie Poradeci shpreh zhgënjimin e thellë dhe lodhjen shpirtërore, duke e konsideruar këtë histori si një shembull të zhveshur të kapjes së shtetit dhe drejtësisë nga interesat ekonomike. Ja dhe statusi Marie Poradecit për një cop tok të lulishte 1 maj në Pogradec, që është 3 metra larg lokalit, është kopësh për lokalin me dokumentat kohës së Zogut, me fitim gjyqi në 3 shkallë për të drejtën e parablerjes së pistës së vallëzimit që është në këtë tokë me fitim gjyqi në 3 shkallë për kontratë të pavlefshme. Kam 32 vjet gjyqeve, zyrave dhe nuk e gjej të drejtën sepse paraja i ka bërë blok. Unë gjyqeve, ai pronari i lokalit vazhdon biznesin dhe me parat që fiton mbi pronën time paguan çdo shtetar. Kur vria shtetit vazhdon 32 vjet, një jetë. Si duhet të sillem unë?